ndryshojë rezultati në favor të vetëvendosjes? Dua të them se qytetarët e Kosovës nuk kanë probleme me demokracinë, sepse të gjitha raportet ndërkombëtare, një projekt rezolute e Kongresit Amerikan para sa javësh, theksonte faktin që Kosova është shkollë e demokracisë Ballkanit Perëndimor. Shfaqjet e autoritarizmit të Albin Kurtit natyrisht nuk duhen në mbështet në qoftë se janë edhe minore. Për mua, shpërblimi që u dha studentëve ishte një gabim trashanik i zotit Kurti, të cilin nuk do ta pranoja kurrë, sepse i ngjante asaj fushate elektorale që ka bërë Edi Rama në Shqipëri. Ka elementë të tillë të cilat duhet të kritikohen në qëndrimet dhe në veprimet e Albin Kurtit, por problemi më i madh dhe kryesor në Kosovë është raporti me sovranitetin, me tërësinë territoriale, me shtrirjen e autoritetit të institucioneve në çdo centimetër ose metër katror të Republikës Kosovës, dhe në këtë pikpamje, Kosova derisa të njihet përfundimisht si subjekt ndërkombëtar, antare e Organizatës Kombeve të Bashkuara, duhet të adresohet nga ky interes madhor për të votuar për politikanët dhe partitë politike që kanë aty. Albin Kurti, deri më sot, ka dëshmuar se është politikani më i përgjegjshëm në këtë aspekt. Nuk mund të bëj asnjë lloj krahasimi midis atyre politikanëve që donin të ndanin Kosovën dhe të ndryshonin kufit me politikanin Albin Kurti që punoi dhe luftoi për të shtrirë sovranitetin e Kosovës në gjithë territorin e vet.